Nuk mungon as Burim Korça, analisti politik. Faleminderit që bashkëpunim. Faleminderit shumë. Po e fillojmë me zotri Veliun. Sot pati edhe një takim mes Kurtit Abdixhikut, takimi i tretë, ndonse nuk po bëhet e ditur nëse është marrë vesh diçka në lidhje me konstituimin e institucioneve të reja, por megjithatë ka një qëndrim të qartë nga LDK e cila synon postin e presidentit. Si shihni ju këto zhvillime? Po e para, unë mendoj se është gjë pozitive që të paktën po ka takime dhe po shpresohet që në të ardhmen do të kemi arritjen e një marrëveshje mes të subjekteve politike apo ndërtimin e një koalicioni i cili do të mundsonte krijimin e institucioneve të Kosovës, edhe pse ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se Lidhja Demokratike e Kosovës ka 18 vota të cilat në një farë mënyrë nuk e kanë besën se janë në një linjë politike edhe pas atij takimit partisë, pra që u vendos që të vazhdohet me Kuvendit jashtëzakonshëm. Kuvendit jashtëzakonshëm me Lumir Abdixhikun dhe në anën tjetër lëvizjave të vendosje, pra së bashku me Lidhjen Demokratike nuk e kanë mundësinë si vetëm këto dy subjekte të zgjedhin presidentin. Pra, ndërsa sa i përket krijimit të qeverisë dhe konstituimit të kuvendit, lëvizjave të vendosje ka mundësinë edhe vetëm me minoritetet dhe me partnerët e saj politik të krijoj institucionet mirë, por këtu do të ishte gjë e mirë që të arrihej një marrëveshje e cila do të kishte në pako edhe postin e presidentit në mënyrë që të ndalet ky ngërç politik ose e gjithë kjo çfarë me çka po përballemi tash e 2 vite, pra me zgjedhje të njëpasnjëshme dhe pas zgjidhje të problemeve. Në qartë, për ju, zotri Korça, si e pa takimin e tretë, nuk pati paralajmërim për këtë takim, por megjithatë mediat ishin shumë të shpejta dhe e kuptuan edhe mbajtjen e këtij takimi, megjithatë nuk është se ka diçka konkrete, flitet për një marrëveshje, ka një synim të LDK-s për presidentin, si po i analizoni ju këto? Mendoj që këtë që e thatë, mendoj që është kogja pozitive, sepse kjo tregon që të dy liderët, edhe lideri vetëvendosjes edhe lideri i LDK-s, janë në komunikim të vazhdueshëm, edhe pse nuk janë paralajmëruar takimet, ata po vazhdojnë me u taku për me gjetë një zgjidhje. Mendoj që unë, si gjithnjë, jam optimist që këtë herë të dy palët do të vinë deri në një ujdi për një koalicion dhe do të kemi, besoj që edhe të gjitha institucionet edhe presidentin. Sa i përket kërkesës së presidentit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, unë këtë e kam dëgjuar vetëm nga disa deputet, ndërsa jo nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk është deklaruar asnjëherë që presidenti është si kusht kryesor për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ndoshta është, por nuk është e deklaruar nga vetë kryetari. Prandaj këtu pajtohem me zotriun që mund të mos i ketë Lidhja Demokratike e Kosovës të gjitha votat sa i përket çështjes së këtij koalicioni, përderisa nuk mirën vesh brenda grupit parlamentar. Unë mendoj që lëvizjave të vendosje janë të gjithë njëzërit sa i përket çka do që vendos, domethënë lideri i tyre, ndërsa tek Lidhja Demokratike e Kosovës kjo nuk është e njëjtë. Prandaj mendoj që këto 2 ditë do të kemi zhvillime, edhe sot mund të ketë prapë ndonjë takim, me që siç thash, ky takim ke i pa paralajmëruar, po ata janë në kontakt të vazhdueshëm, mund të ketë edhe ndonjë takim. Mirë po, besoj që deri nesër ka me pas zhvillime pozitive. Nëse jo, unë mendoj që do të shkohet që të konstituohet kuvendi, kryetari dhe nënkryetarit, dhe mandej kemi një afat 2 javor ku do të mund të krijohet edhe qeveria e Kosovës e pastaj të shohim. E qartë, por megjithatë ju e përmendët që nuk është përmendur nga zotri Abdixhiku çështja postit të presidentit, por çfarë është kuptuar është që sidomos nga deputetët e zgjedhur sot para takimit me LDK-n që nevojitet një balans pushtetesh dhe në këtë rast LDK-s i përket presidenti. A i përket zotri Veliu, a e ofron zgjidhjen e vërtet kjo? Po në qoftë se marrim shembull nga demokracitë e vjetra, demokracitë e shëndosha
që kemi duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në vendet e Bashkimit Evropian, në të gjitha, po flas pikërisht nga vendi ku unë tash sa vite jetoj, posti i presidentit në të gjitha rastet pra i është lënë opozitës. Në qoftë se është drejtuar shtetin nga socialdemokratët, gjithmonë postin e presidentin ka qenë kristian-demokratët, ose e njëjta ka ndodhur edhe në qoftë se kanë qeverisur kristian-demokratët pra. Dhe unë mendoj që tek ne në Kosovë zgjedhja më mirë ndoshta do të ishte zgjedhja e një presidenti konsensual. Një president i cili do të vinte jo nga subjektet politike, gjë që deri më tani kemi pasur vetëm zonjën Atifete Jahjaga që ka qenë jashtë subjekte politike dhe mund të themi se e ka bërë detyrën shumë mirë për kohën kur ajo ishte presidente. Ndoshta ajo do të ishte një nga format më të mira, do të gjendej një njeri që do të ishte i pranuar për të gjitha subjektet politike në mënyrë që të mos kemi ngatresa të tilla dhe qeveria të vazhdoj punën e saj. Pra, se sikur ne jemi shumë të vetëdijshëm se sikur të mos e kemi problemin e presidentit, lëvizjave të vendosje dhe zoti Kurti do të krijonin qeverinë edhe me 61 vota, edhe pse e kemi praktik nga mandati i kaluar, kur me 67 mandate në shumë raste kemi pasur dështimet seancave, kanë mbjellur shumë ligje, projekt ligje pa u miratuar në mungesë të quorumit dhe një gjë e tillë e bën edhe jo shumë funksional kuvendin e Republikës. Pra kuvendi i Republikës mendoj që gjithmonë duhet të ketë një numër shumë më të madh se sa që kërkohen, pra shumë më tepër se 61 mandate, të cilat kërkohen pra për një shumicë të thjeshtë. Dhe në qoftë se këta do të arrijnë që të bëjnë një marrëveshje dhe të jetë presidenti nga Lidhja Demokratike, nuk ka gjë të keqe. Unë e shoh shumë të keqe në qoftë se të gjitha pozicionin kryesor do t'i takonin një subjekti politik. Ne dëgjuam dje se ishte një ofertë për Lidhjen Demokratike që të ketë kryetarin e kuvendit dhe me sa edhe disa poste, po përveç posteve në qeveri, njërë nga detyrat kryesore, pra edhe postin e kryetarit kuvendit, mirë po me sa pash ata me një gjë të tillë ishin të pakënaqur dhe nuk e kanë pranuar. Po ne duhet presim zhvillimet e fundit dhe mendoj që është momenti i fundit kur liderët tanë politik, të gjitha subjekte politike, t'i thrasin vëmendjes dhe të marrin vendime që janë në interesin e përgjithshëm dhe të dalim nga ky ngërç politik, sepse ky ngërç politik nuk i shkon askujt për shtati, vetëm anarkistëve politik. E qartë, zotri Koça, kur jemi tek çështja e presidentit, zotri Veriu po thotë që nuk është asgjë e keqe ta ketë presidentin apo presidenten opozita, por në këto takime, kur flasim edhe për këtë pozitë, po shkon edhe ish presidentja Vjosa Osmani dhe tashmë kemi qëndrimin e qartë nga lëvizja vetëvendosje që nuk e do zonin Osmani për presidente. Sa është ferm o pas, nëse ju si parti, shembull, ju e kam fjalën për LDK-n, por shembull LDK ka garuar si me bartëse të listë zonin Osmani, kur pra ka pasur një propozim konkret se kush duhet jetë presidente, e më pas të ndërrohet ndoshta edhe propozimi. Si e shihni ju këtë? Po, Afrodita, çështja është që lëvizja vetëvendosje dhe lideri i lëvizjes vetëvendosje ka bërë të qartë jo të drejt për drejt, po tërthorazi që për këtë herë Vjosa Osmani nuk e ka përkrahjen e të gjithë deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, prandaj ai si që tha dhe më herët, ka kërkuar një president konsensual i cili është jo partijak. Dhe më thonë, nuk po themi jo politik, po jo partijak. Prandaj këto negociata janë duke vazhduar, sepse po të ishte ashtu nuk do të kishte problem, duke pas parasysh që Vjosa Osmani ka thënë në një deklaratë të saj që emri im nuk do të jetë problem kur vjen puna tek konstituimi i kuvendit edhe i të gjitha institucioneve të Republikës Kosovës, prandaj ajo në një farë mënyrë e ka lëshu rrugë, kështu që besoj shumë që duhet të gjendet një zgjidhje, edhe pse si duket problemi më i madh është tek Lidhja Demokratike e Kosovës, si thash, për shkak që një pjesë e deputetëve atyre kryengritës që ishin të
para kuvendit të E kanë fundit. pranuar, e kanë uruar në fakt edhe rikonfirmimin e Abdigjikut. Krejt është në rregull, po megjithatë unë sot në deklaratat e disa prej tyre e pash që nuk është bash ashtu. Domethënë mund të ketë një pajtim sa i përket vazhdimit të zotërit Abdigjikut që të vazhdoj deri në kuvendit e rregulltarshëm të LDK-s, mirë po sa i përket votave për president mendoj që disa ishin të rezervuar, në veçanti zonja Hikmete Bajramit, cilën e ndëgjova që tha që Lidhja Demokratike e Kosovës duhet ta ketë presidentin. I dha të drejtë, tha, me të drejtë një kërkesë sekretarit Abdigjikut. Po, tash cituar zonjën Bajramit. Unë nuk e kam dëgjuar kryetarin Abdigjikut që e ka thënë publikisht, ndoshta në takimet të brendshme me liderin e vetëvendosjes, e ka thënë, po jashtë nuk e ka thënë. Kjo ka një domethënie për shkak se deklaratat politike janë shumë të rëndësishme. Unë mendoj që duhet të gjendet një zgjedhje që mos të shkojmë prapë në zgjedhje për shkak se sipas me as kujt nuk i konvenojnë zgjedhjet, e në veçanti Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës, për shkak se në qoftë se shkojmë në zgjedhje mund të rrezikohen edhe të binë edhe më poshtë se sa që kanë qenë. Për këtë duhet kem një opinion prej zotrit Veliua. Mendoni që nëse shkojmë në zgjedhje, nesër pas nesër dëmtohen LDK dhe Aleanca, bien edhe më poshtë se që janë? Unë mendoj se Lidhja Demokratike është në pozicionin më të vështirë dhe në pozicionin më të keq nga të gjitha subjektet politike aktuale që janë pjesë e Parlamentit të Kosovës dhe ka shumë mundësi që të ketë edhe një rënje sërishme për shkak të pakënaqësive, sepse ne e dim shumë mirë se para këtyre zgjedhjeve, pra në momentin kur zoti Abdigjiku vendosi zonjën Osmani për barcët e listës, një pjesë e madhe e elektoratit, por edhe e antarësisë e Lidhjes Demokratike ishin të pakënaqur duke pasur për bazë të kaluarën e saj, se ne të gjithë jemi dëshmitar të asaj kur zonja Osmani doli nga Lidhja Demokratike dhe mund të themi se në periudhën e fundit të atij subjekti politik dëmin më të madh ja ka shkaktuar vetë zonja Osmani. Dhe u pa shumë qartë se rikthimi i saj nuk e riktheu elektoratin që tani më ka ikur dhe është pjesë në shumicë e lëvizjes vetëvendosje. Dhe të gjitha këto pakënaqësi dhe vetë fakti se kryetari aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka vetëm 2-13, shpëtoj për 2-13 mandate, nëse s'po gaboj. Po pra, që në praktikat të partive normale, kryetari gjithmonë është më tepër se 90% delegatëve. Ndërsa këtu shihet qartë se Lidhja Demokratike në fakt është në bazë të numrit të delegatëve është e ndarë në dysh. Dhe në këtë mënyrë mund të shfaqen pakënaqësi të tjera, sidomos edhe në renditjen e kandidatëve për deputet në qoftë se do të shkojmë në zgjedhje të ardhshme, pra në zgjedhje të parakohshme çfarë po pretendohet se do të kemi, atëherë Lidhja Demokratike mund të dëmtohet. Ndërsa sa i përket Aleancës, është parë se në kësaj radhe ishte i vetmi subjekt që nuk ka shënuar humbjen nga votat e kaluar dhe në një farë mënyrë e panë si ngritje të tyre pra dhe me liderin e ri me zotin Gjini. I cili nuk shkojnë në takim, zotri Veliu. Po nuk shkojnë... I ka kërkesat e qarta, se që ta do nga zotri Kurti që ta ketë mbështetjen e tyre sa i përket kuorumit presidentit. Po unë uroj që edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të mos shoh vetëm pazaret politike apo të posteve, por në qoftë se bëhet pjesë e qeverisjes të ketë edhe kushtet e tjera të cilat do të jenë për të mirën e qytetarit, jo vetëm për emrat. Por a ekziston frika kur flasim për qeverinë? Sepse Kurti i ka numrat për qeverinë dhe nesër pas nesër edhe mund t'i shkarkoj. Po, ne të gjithë jemi dëshmitar të asaj kur zoti Kurti doli dhe tha se ne kemi pas koalicion me Lidhjen Demokratike dhe ka qëndruar 51 ditë dhe në qoftë se do bëjmë sërish do të qëndroj vetëm 5 minuta. Kështu që ka mundësi të zgjedh presidentin e pastaj të prishet koalicioni. Nuk është e pamundur një zgjedhje. Ka një skenuari mund shumë i cili ka gjithmonë është e mundur. Dhe jep të drejtë ndoshta LDK-s, a shihni kështu që mund të jap të drejtë LDK-s në insistimin që e kanë për çështjen e presidentit, pra ata kenë ata këtë post. Meqense është diçka që nuk mund të shkarkohet apo nuk është diçka që e prish marrëveshjen. Mu më duket më shumë se gjithçka tjetër zoti Abdigjiku së bashku me Vjosen Osmani janë duke
u brengosur për pozitën e zonjës Osmani, që ajo t'i vijë edhe njëherë në postin e presidentës. Se pikrisht emri saj dhe pozita e saj e shkaktoi gjithë këtë rrëmuj politike, duke filluar nga Liga Demokratike për të kaluar tek vetëvendosja edhe deri te rikthimi i saj. Pra u pa shumë qartë se edhe gjatë gjithë mandatit të saj se ABC-ja e politikës së zonjës Osmani ishte interesi i saj dhe karriera e saj politike, asgjë tjetër. Zotri Korça, a mendoni që kjo është frika e LDK-s, pra shkarkimi me njëherë pas arritjes së një marrëveshje për bashkëqeverisjen? Po, është përmendur edhe kjo, por unë pajtohem plotësisht që zonja Osmani në këtë rast ka luajtur një lojë të dy fisht, vetëm që të mbetet në rolin e presidentës, gjë që mendoj që është e pamundur në këto rrethana në cilat jemi. Prandaj, unë deri sot kam menduar që sigurisht do të bëhet një koalicion, mirë po sot me rrethanat cilat janë kriju, mendoj që ka shansa të mëdha që të shkohet në zgjedhje. Kur flas këtu për zgjedhjet, që thash që rrezik është për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe për Aleancën, e thash vetëm në qoftë se zgjedhjet ndodhin në dhjetor, ku ka mundësi që mërgata jonë të kthehet, e siç e dim mbi 80% votojnë për lëvizjen vetëvendosje, ajo është një rrezik. Përndryshe, pajtohem që Aleanca ka treguar një stabilitet të madh sa i përket numrit të votuesve dhe përkrahasve të saj. Edhe mendoj që zotri Gjini e ka rifresku Aleancën. Tek Aleanca nuk po them që mund të mos e kaloj pragun, po them që Lidhja Demokratike e Kosovës mund të bjen edhe më poshtë duke pas parasysh përçarjet të cilat i ka dhe në të njëjtën kohë tani mvaret shumë se kujt do t'i mbetet faji për shkuarjen në zgjedhje në qoftë se shkojmë. Pse duhet të mbes faji në këtë rast? Shembull, LDK-s, kur është ajo merr pjesë në takime, ka të drejtë të negociuarit. Lëvizja vetëvendosje na e thamë që i ka votat për krijimin e qeverisë. Dhe përpjekjet e lëvizjes vetëvendosje janë që të mos shkojmë zgjedhje, ta gjejmë një formulë ku Lidhja Demokratike e Kosovës të futet edhe në qeveri, edhe të i kenë të gjitha votat mbi 80 ose mbi 80 për zgjedhjen e presidentit. Ky është qëllimi kryesor. Sikur kishte qenë qëllimi i lëvizjes vetëvendosje që të shkohet në zgjedhje, unë mendoj që ata kishin vazhdu edhe më herët e kishin thirrë seancën konstituive, edhe e kishin kriju qeverinë e mandej, kur kishte ardhur koha për president, ndoshta e kishin kërkuar një marrëveshje. Prandaj po them që në këtë rast lëvizja vetëvendosje është më e vendosur sa i përket krijimit të koalicionit dhe gjetjes së një personi të konsensual. Nëse është e vendosur, pse nuk ja lë pozitën e presidentit? Sepse është kërkuar një person jo partijak, nuk po them jo politik, po jo partijak. Pse kjo nuk ka pasur të njëjtën vlerë dhe në vitin 2021? Për shkak se gjatë mandatit të zonjës Osmani, sidomos në vitin e fundit, zonja Osmani i ka bërë disa lëvizje politike që unë mendoj që kanë qenë të pa koordinuara me qeverinë. Por që kanë qenë në rregull sa është koordinuar me ta, zotri Korça? Unë po them që lëvizja vetëvendosje është duke kërkuar një president i cili i përfaqëson të gjithë qytetarët dhe nuk e përfaqëson vetëm veten ose partinë politike prej cilës është zgjedhur. Kjo mendoj që është shumë e drejtë, sepse presidenti duhet të jetë i gjithë qytetarëve të Kosovës dhe t'i përfaqësojë interesat e gjithë qytetarëve të Kosovës, jo vetëm të një partie politike. Pse të mos jetë nga një parti politike, zotri Deliu? Në momentin që merr postën, më pas ndryshojnë gjërat. Çdo president që do të merr 80 vota pra nga kuvendi i Kosovës, unë mendoj se do të jetë konsensual. Pasi që 80 vota nuk është e mundur të bëjë një subjekt, edhe dy subjekte të vetme nuk e arrin një gjë të tillë. Mirë po, në këto momente në të cilat ne ndodhemi, nuk është periudhë e largët kur kemi pasur zgjedhjet e fundit, zgjedhjet në të cilat për herë të parë në Kosovë kemi më pak se 40% dhe trendi është në rënje. Në qoftë se do shkojmë në zgjedhje, ka mundësi që të kemi më pak se 30% të qytetarëve që do t'i përgjigjen votës. Në këtë mënyrë po dënohen të gjitha subjektet politike, u dënuan edhe në të kaluarën, pra edhe në zgjedhjet e kaluara, dhe nuk është më interesi askujt përveç i
i atyre politikanëve anarkistë që kërkojnë anarki në vendin tonë. Ndërsa të tjerët nuk kanë interes që të shkojmë në zgjedhjet të reja. Unë mendoj se zgjedhja e presidentit ka pasur mundësi të zgjidhet edhe pikërisht në kohën kur i ka kaluar zonjës Osmani. Mirë po ka munguar vullneti politik. Nuk ka të bëj vetëm me vullneti politik, ka të bëj me emrin e personit i cili... Pikërisht vullneti politik, se nëse është vullneti politik, emri i personit do të gjendet. Kosova ka personalitetet mjaftueshme që sot mund të jenë president, që ka nga shoqëria për momentin nga lëvizja vetëvendosje, nga shoqëria civile, kemi nga universiteti, kemi nga akademia, ka njerëz të mjaftueshëm në Kosovë që sot mund të jenë, po ka edhe nga diaspora njerëz që mund të vinë të jenë. Është shumë e vërtet pajtuar plotësisht që ka njerëz. Po pse një gjë të tillë nuk e bëri lëvizja vetëvendosje, pra në kohën kur e kishte qeverinë dhe nuk kishim nevojë të shkonim të bënim edhe 2 palë zgjedhje të tjera. Sepse nuk janë ofruar emra të cilët janë ashtu si tha dhe ti, njerëz të pranueshëm për të gjithë deputetët të cilët janë të zgjedhur në Kuvendin e Kosovës. Tani e kemi rastin që ka mundësi që... Rasti ka qenë edhe atëherë? Jo. Ka qenë çdo herë. Tash e kemi rastin, a ka mundësi vetëm ta kryej. Tash e kemi rastin kur për shembull zonja Osmani mund të del si kandidate mirë, po deputet të lëvizjes vetëvendosja janë deklaruar që nuk kanë vot për zonjën Osmani. Prandaj është duke u kërkuar një figurë politike e cila i merr votat e të gjithë aktorëve, për atë është duke u kërkuar një koalicion. Prandaj mirë e thatë që ka njerëz edhe të shoqërisë civile, ka njerëz edhe nga diaspora, ka njerëz edhe këtu në Kosovë që mund t'i kenë ato 80 vota. Për atë janë duke bërë këto negociata që të vjen një emër në tavolinë i cili i merr të gjitha votat dhe në të njëjtën kohë ai i cili i merr të gjitha votat, LDK-ja mund ta ketë mundësinë që të hyjë edhe në qeveri dhe ta votojë atë person. Kjo është qëllimi i lëvizjes vetëvendosje. Sikur të ishte vullneti politik, një gjë e tillë ka mundur të bëhet edhe më herët. Mirë, po që nuk është bërë, kemi kaluar zgjedhjet, por ka pasur mundësi të tjera pra që të mos bëhen takimet e kryeministrit Zotit Kurti me lider një nga një, por ka pasur edhe mundësi të tjera që të gjithë liderët të jenë së bashku me një tavolinë ku do ta diskutoni një gjë të tillë për çështjen e presidentit dhe të gjinet një emër konsenzual. Se unë mendoj se në një tavolinë ku janë 2 kemi 2 ide, mirë, po kur janë 5 janë më shumë ide. Dhe si formë e tillë atë do të ishte PDK-ja është tërheq nga qeverisja dhe ka thënë se do të jemi në opozitë. Po mirë, po kur sa i përket çështjes së presidentit, unë jam shumë i bindur se ata do të Po nuk i shkojnë takim. Jo se është thirrë për koalicion. Presidenti nuk kërkon koalicion. Ka mundësi që në të ardhmen mund të shkojnë, sepse ka mundësi që të ketë ndonjë emër që edhe Partia Demokratike edhe Aleanca mund ta votojnë. Aleanca i ka qit 6 kushte të cilat duhet qeveria t'i plotësojë në mënyrë që ta jap votën pa u futur në qeveri, prandaj kjo mund të ndodhë në qoftë se nuk ndodhë koalicioni VV-LDK, kjo mund të ndodhë pas krijimit të qeverisë, që mendoj edhe u tha këtu që lëvizja vetëvendosje ka mundësi me minoritetet ta kryejë qeverinë. Unë mendoj se ato 6 pika apo sa ishin të aleancës, mendoj se gjëra të tilla duhet bëj edhe Lidhja Demokratike nëse mendon të jetë pjesë e koalicionit me lëvizjen vetëvendosje. Jo vetëm të shoh vetëm interesin e ngushtë apo ndarjen e postave, por edhe në pjesën programore të qeverisë. Duhet të ketë ndikimin dhe se ne jemi duke parë shumë problematika me të cilat po përballet vendi ynë dhe në qoftë se qeveria e ardhshme do të vazhdojnë në të njëjtin ritëm, atëherë vaj halli për Kosovë. Në takimin e djeshëm që ka zgjatur 3 orë, unë mendoj që ka qenë takimi në të cilin janë biseduar të gjitha këto kriteret që Lidhja Demokratike e Kosovës i ka për të futur në qeveri. Në të njëjtën kohë, siç kam kuptuar që për shumë gjëra janë pajtuar përveç emrit të presidentit, për të cilin ende nuk kanë biseduar si emër, por kanë biseduar vetëm për kriteret. Kriteret të cilat Lidhja Demokratike e Kosovës insiston që të ketë një person që të jetë brenda partisë politike, ndërsa lëvizja vetëvendosje ka kriteret që të jetë person jo partijak. S'ka lidhje, mund të jetë ndonjë figurë politike e cila ka kaluar më herët në për procese politike, mirë, po jo person i partisë.
mund të kalojnë edhe 2 muaj dhe në qoftë se nuk do të kemi një marrëveshje politike, ne të gjithë do të jemi dëshmitar kur kandidat nga lëvizja vetëvendosur do të jetë një antar i lëvizjes vetëvendosur, siç ndodhi në herën e kaluar. Pra do të kemi rastin sërish të shohim ndoshta Konjufcin apo Albulena Haxhiu të jetë kandidate. Ata mund të jenë kandidat vetëm nëse ka marrëveshje politike me Lidhjen Demokratike. Në të kaluarën nuk kishte marrëveshje, mirë po edhe filloi votimi i tyre. Ne e dim si ka ndodhur. Dhe kam informacionin se në atë ditë kur është bërë një votim me vetëm shumicën e thjeshtë, kanë pas telefonata nga shumë diplomat në qeveri të cilat e kanë detyruar që të mos vazhdojmë me turët tjera të votimeve. E qartë, dhe kur jemi tek ky diskutim do doja regjia të më ndihmojë të shkojmë në faqen zyrtare të Lumir Abdigjikut, t'i shohim ato fotografitë e takimit të sotëm të grupit parlamentar, pra shkruan me 18 deputetët të LDK-s në përcaktimin e rrugëtimit të përbashkët përpara, që fatë shëndet në shërbim të Republikës dhe popullit të Kosovës. Regjia, nëse mund të më shoqëroni të klikoni në fotografitë, se m'la shumë përshtypje gjithë ishim pozitiv dhe të buzëqeshur. Të fillojmë nga fotografia e kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjikut, se ne ishim duke folur këtu që për mbështetjen e grupit parlamentar të Abdigjikut në këtë takim të fundit me Kurtin, për të vazhduar me fotografitë e tjera. Si duket këto fotografi ka postuar zotëri Abdigjiku për me ishu zërat të cilat deri para pak qastesh thonin që ka pas mungesat të deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në këtë takim. Megjithatë po shihet që kanë qenë të gjithë 18 deputetë. Nuk e di, nuk po i shoh për të vazhduar më tutje regjia dhe për të identifikuar nëse mungon dikush. Edhe një gjë tjetër, nuk duhet të harrojmë se pas kuvendit të Lidhjes Demokratike kemi parë shumë dorëheqje të aktivistëve politik të Lidhjes Demokratike nga degë dhe nëndegë të ndryshme si në vend, ashtu edhe në diasporë. Është mundu që të fshihen këto dorëheqje, po megjithatë ndal nga dal po shihet që Lidhja Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të ketë probleme për shkak të procesit si duket jo të drejt të rizgjedhjes ose vazhdimit të udhëheqjes. Megjithatë, me ato fotografi, sidomos Abdullah Oti, ish kryeministri, duke buzëqeshur në fotografi aty. Patjetër, unë mendoj që Dështë e ka bërë mirë dhe të shku kuvendi është dhe ata duken buzëqeshur mirë, po sot ne dëgjuam deklaratën e zonjës Bajrami, e cila tha se në asnjë mënyrë nuk do të jenë pjesë e kabinetit Kurti. Por nëse propozohet. Po edhe nëse propozohet nuk do të jenë. Mund të mos jetë, po megjithatë mund të ta votoj. Derisa ka bërë vazhdimisht opozit karshi qeverisë Kurti. Në qoftë se plotësohen kushtet, prapë unë po them, në politikë kur nuk duhet të thuhet kurr, sepse kemi parë që mund të them për zonjën Osmani, pa të thënë njëherë që unë dhe Lumiri asnjëherë kurrë në lëvizjen vetëvendosje dhe pikërisht shkoi në listën e lëvizjes vetëvendosje. Prandaj po jo vetëm atëherë, po edhe kuvendi i fundit brenda Lidhjes Demokratike fitoi lëvizja vetëvendosje. Edhe këtë duhet ta themi, sepse ai kuvend ishte pra se a do të jetë Lidhja Demokratike apo do të fitoj lëvizja vetëvendosje në Lidhjen Demokratike. Në këtë rast po shihet qartë se brenda kuvendit Lidhjes Demokratike ka fituar lëvizja vetëvendosje. Po e theni ju, unë nuk po e them, kështu që nuk di, kjo është deklarate juaja, unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës me të vërtet ka tregu një pjekuri që e ka te i kalu këtë proces, edhe pse unë kam qenë që kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës do duhet jepte dorëheqje pas 3 dështimeve në 3 palë zgjedhje, mirë po megjithatë unë nuk vendosi, kanë vendosur delegatët e kuvendit të LDK-s. Unë shpresoj që lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës që të gjejnë një mundësi që ta çojnë procesin përpara, sido që të jetë të gjendet një njeri i cili mund të fitojë votat e të gjithë deputetëve, pse jo edhe të PDK-s e të AK-s, dhe të mos shkojmë në zgjedhje për shkak se kjo po i kushton qytetarëve të Kosovës, po i kushton shtetit Kosovës. Mendoj se është momenti i fundit kur jo vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës, por të gjitha subjektet politike opozitare në Kosovë
duhet të kenë kuptuar, mas gjithë këtyre humbjeve të një pas njëshme që ju ka shkëptuar lëvizja vetëvendosje, të fillojnë dhe të ndohen nga e kaluar e tyre, të reformojnë subjektet e tyre politike dhe të kemi akterë të ri brenda Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike, por edhe Aleancës për Armërinë e Kosovës, në të kundërtën do të vazhdojnë në të njëjtin avaz dhe do të kenë shumë të vështirë për të larguar lëvizjen vetëvendosje nga qeverisja. Nesër me gjithë e dim që kemi një seancë konstituive të kuvendit, prisni që veç kuvendit jetë nesër apo këtë mundësi edhe për votimin e qeverisë. Apo kjo do të lihet në fakt në qoftë se nuk do të kemi ndonjë marrëveshje mirë, po do të kemi vazhdim të negociatash, mendoj se ka mundësi që edhe dita e nesërme të mos konstituohet as edhe kuvendi. Pasi që lëvizja vetëvendosje nuk ka mundësi për shkak se gjykata kushtetuese ka dhënë prerë që nesër është afati i fundit. Nesër edhe e pash agjendën që është dërguar me ftesën për delegatët e kuvendit. Nesër është rendi i ditës që të jepet betimi dhe të zgjedhen kryetarët dhe nënkryetarët dhe mandej sigurisht do të procedohet me çështje tjera për ndonjë seancë në të ardhmen, po për nesër deri në këto momente nuk ka agjendë që do të ketë zgjedhje të qeverisë, vetëm të kuvendit. Ndoshta kjo lihet në pritje për shkak të negociatave që po zhvillohen, apo jo, zotri Korça? Patjetër, po ka kohë tashmë që deri në këto momente nuk është arrit ndonjë marrëveshje, nëse nuk do të ketë ndonjë takim sot ose nesër herët në mëngjes. Unë mendoj që do të zgjidhet vetëm kryesia e kuvendit dhe të konstituohet vetëm kuvendi si kuvend me gjitha institucionet e veta, edhe mandej... Mbetet pastaj edhe 2 javë kohë për krijimin e qeverisë. Mirë po, ne të gjithë po e dim se nuk është problem krijimi i qeverisë, pasi numrat për krijimin e qeverisë janë. Por atë po them që vetëvendosja ka vullnetin me mos me shkruan zgjedhje me zgjedh presidentin duke i ofruar mundësinë Lidhjes Demokratike të Kosovës që të futet në qeveri. Të shohim dhe neve në mbetet vetëm të presim se si ata do të vendosin. E mira do të ishte që të mos kishim kaq shumë zgjedhje, po të paktën të jetë cikli i fundit i zgjedhjeve të parakoshme. Është gjithmonë votues apo jo? Po, votojmë normal. Edhe në konsulata atje në vendin ku jetoni në Gjermani? Po, edhe në konsulat në Düsseldorf. Po që rastisë me qenë Kosovë, votojmë Kosovë, por në shumë të në rasteve votojmë direkt në konsulatën në Düsseldorf, ato ku edhe jetoj. Zotri Veliu, zotri Korça, ju falenderit shumë që ishit pjesë e këtij paneli sot. Falenderit shumë. Të nderuar shikues, kaq kishim për gazetën sot. Nesër do të jemi me një edicion special i cili do të fillojë nga ora 9:30 e mëngjesit, ku do të sjellim tek ju seancën konstituive të kuvendit të Kosovës për legjislaturën e 11. Deri atëherë, mirëmbëjtje.